i trajnova emisionet në përbot, i trajnova sonte me Musafir. Besoj që në këto momente në emisionin në bot ka Musafir më të mirë. Kolegët më thonë se kur do që vesh uniformës shkëlqen sytë. Po, dhe ta jep një. Është një ndjenë që nuk mundesh me përshkru, është një ndjenë e përgjithësisë, po për mua është edhe një ndjenë e privilegjit, sepse nga krejt ky popull që është, nga krejt këto vajza, këto femra që janë në Kosovë, jam unë ajo që kam derin me bartë këtë uniformë dhe ti është tash për rënqetëm kur flasë kështu. A me fletë shliru në sonte edhe në të ardhmen? Policët e Kosovës trajnohen nga FBI-a, trajnohen nga DEA, trajnohen nga ata gjitha këto agencione. Sa pjesëtari kanë njësit speciale dhe fiti? Mjaftushëm ju mundi edhe gjithë qytetarët e Kosovës mundi të sigurt. Po me numra, sa? Mjaftushëm. Nuk është e lehtë të kalosh nëpër këtë rrugtim dhe edhe arritjet kanë sfida, po nuk duhet me u dorëzu. Lula, reagon në rrugë nëse je për shembull me bashkëshortin, me fëmijë, tu hec, me ndodh diçka, në incident i vogël në komunikacion, ose a reagon? Njeriu mund të shkoj kudo, në cilin do shtet, po atë çfarë ka në zemër dhe kush është nuk mundet me ndryshu. Që që dalë me lyp shpi pare, për me pështu babën që ju kanë kërsnu policia serbe. Je dalë me lyp pare, kanë lëkën të anë, me pështu babën, për ndryshë kanë një vra krejtë, kësi farë pleqkitje që kanë bata. Njerëzore, ama kënej me bo, mishkel kush, tokën Kosovës kja bëhet për sëri luftetare, po kjo është njerëzore. Po qanë.